Investimet të huaja shihen gjërësisht si një nxitës kryesor i rritjes ekonomike, inovacionit dhe krijimit të vendeve të punës. Kur kompanitë hapin vende të reja, ndërtojnë fabrika ose krijojnë qendra kërkimore, ato jo vetëm që sillin kapital në një vend, por shpesh krijojnë vende pune dhe forcojnë zinxhiret lokal të furnizimit. Si rezultat, konkurrenca për të tërhequr investitorë ndërkombëtar është intensifikuar. Qeveritë përdorin stimuj investime, lehtësime tatimore dhe forume ndërkombëtare investime për të bindur kompanitë të zgjedhin tregjet e tyre. Për të matur konkurrencën për investitorët ndërkombëtar, anketa e atraktivitetit të EY Europe ofron një pikë referimi të dobishme. Sipas edicionit të fundit të anketës në vitin 2025, u njoftuan 5026 projekte të reja investime në të gjithë Evropën, me EY që përcakton kontinentin si një rajon gjeografik dhe jo si bashkimin evropian. Shqipëra ishte 7% më e ulët se në vitin 2024 dhe shënoi nivelin më të ulët në 11 vjet. Pavarësisht një rënje të ndjeshme, Franca ruajti pozicionin e saj si destinacioni kryesor i Evropës për investime të huaja. Numri i projekteve ra me 17% në 852 në vitin 2025, duke përfaqësuar rënjen më të madhe midis destinacioneve kryesore të investimeve në Evropë. Mbretëria e Bashkuar u rendit e dyta me 730 projekte, 14% më pak se një vit më parë. Gjermania mbeti destinacioni i tretë më i madh në Evropë për investime të huaja me 548 projekte. Megjithatë, totali ra me 10%, duke arritur nivelin më të ulët që nga viti 2009. Ndër vendet me performancën më të mirë në vitin 2025 ishin Spanja dhe Turqia. Spanja arriti numrin e projekteve të investimeve me 20% në 383, duke u renditur në vendin e katërt. Turqia ndoqi nga afër me 376 projekte me një rritje për 7%, duke u renditur e pesta. Polonia vazhdoi trendin e saj në rritje, duke regjistruar 285 projekte investime në vitin 2025, një rritje prej 10% nga një vit më parë. Kjo e bëri atë destinacionin e 6 më të madh për investime të huaja në Evropë. Holanda ishte gjithashtu ndër vendet e pakta që shënoi rritje, me projekte që u rritën me 8% në 159. Shtetet e Bashkuara mbetën burimi më i madh i projekteve të investimeve të huaja në Evropë në vitin 2025. Kompanitë amerikane njoftuan 943 projekte në të gjithë kontinentin, duke ruajtur pozicionin e tyre si investitori kryesor i jashtëm në Evropë.